për shefi se ta kësha dritë si ju. Qa tu zhilu këtu, qa keme që shma kesh me bërë. Ja, për që koptona me ty që shtu, për se del ma burë se burri. Gjesti dhe Egli janë padyshim dy nga emrat më të përfolur për gjatë 5 muajve të fundit. Por nëse krahasojmë fillimin e Bigut, Tako pati një pëlqim të lehtë për Redonin. Simpatik kjo, që përfundoi sa hapi mbyll syt. Fitoria ime këtë Big Brother është vetëm se kam kuptuar se një vajzë si ti mund të ekzistojë. Me daljen e Beranit e me ardhjen e Gjestit brenda shtëpisë si banor. Këtë të fundit tashmë kemi fitues të kësaj gare ku duroi shumë për u shpërblye me çmimin e madh prej 100.000 eurosh. Lidhja e Eglit dhe Gjestit ishte gjithnjë më shumë në krye të mediave roz. Dikush donte më shumë e dikush më pak. Sidoqoftë, edhe pse kjo gare ashpër mbaroi, ka fansa të flaks që ata duan t'i shohin realisht si qift, jo vetëm në dasmën që siç e dim, është bërë traditë e këtij formate. Po me që, bona gjelës, ti e le me të puth! Por rrugtimi i tyre brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania nuk ishte dhe aq i mirë për ta. Nuk munguan debatet me tone të ashpra. Po shumë më një hera, po shumë 500.000 lofe, prej sa tje i dejtë shtu. A thua ishte skenari produksionit që viktim të dal Egli. Gjithsesi, Besart Kelmendi shumicën e kohës së bëri të ditur edhe publikisht që dhoma rrëfimeve e ka mësuar se çfarë të bënte, por ai nuk i dëgjoi, duke ju kundërvy. Ai në lojë aleate pati Rozana Radin me cilën beti në fund në skenën gjigante duke pritur rezultatin final, ku edhe u shpall fitues, duke arritur kushtu të jetë personazh i pëlqyer kudo që flitej shqip. Fiton Big Brother Gjesti! Ka zëra se thonë sa i edhe ja kaloi Luiz Zelli që e konsideruan si fenomen i të gjithë Big Brotherave që janë realizuar deri tani. Nëse po qëndrojmë në temë, me t'u larguar nga gara, Egli u rikthye për ditëshmërisë duke qenë personazh më me ndikim në showbizin shqiptar. Ajo që mund të vërejmë dukshëm është se aktorja dhe këngëtarja nuk u kursy as pak që të ekspozohet e madje dhe rinohet duke bërë ndërhyrje që në parim duken të lehta, ama janë goxha të rënda, bile mund të themi lirisht që është transformuar totalisht. E transformim mund të jetë edhe trupi i saj, ku në imazhet e fundit mund ta vërejmë dukshëm se ka shtuar ca kilogram. Po përveç kileve ajo ka shtuar edhe zerot në llogari. Krejt kjo fal projekteve të reja që ka publikuar si dhe reklamat që realizon, e për këtë i ndihmon padyshim numri ndjekësve në Instagram. Pas suksesit me Ku je nis, shuj në duet me Fifin, për shkak të problemeve personale që lidhen me financat, vajzat krisën miqësinë e tyre që në fillim dukeshin si motra. Raqe e cila kishte mundësuar realizimin e këtyre projekteve që arritën të pëlqentej mase nga audienca, e zhduki këtë video nga YouTube e bashkë me to dhe të gjitha fotografit. Hidhërimi saj nuk qej gjatë, pasi shpejt ktheu këtë klip përsëri në të gjitha platformat dhe jeta vazhdoi deri në një njoftim nga vetë Egli, e cila na u drejtua me këto fjalë. Kjo i bie që atë nga Tirana do ta kemi shumë shpesh në Prishtinë, duke qenë edhe afër labelit SBS Entertainment, por dhe pranë Gjestit. Pse kom dashuru me zemër, akull na jeftot, jo mbosh ka kujot. Ajo nuk e ka pohuar ama as mohuar se mes tyre ka një shkëndi pëlqimi, pse jo dhe dashurie, ani pse nuk janë fotografuar më bashk, ky tekst thuhet se ka qenë për të.
Viral është bërë një video ku Gjesti në mungesë të Eglit në një prej koncerteve të tij ka puthur një bluzë ku ishte fotografia e 2 bukuroshave të estradës që realisht na kanë bërë lëmsh kokën. Kjo do të më bëmë ndjenja, vesh zbohet vesh ashtu. Por kjo nuk mbaroi me kaq. Dëgjoni këtë video e na thoni mendimin tuaj. A u martua Gjesti me dikë tjetër, apo e pati mendjen akoma tek dasma brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri? Sidoqoftë mbetet një dilemë e madhe. Big Brother VIP Albania ngrite apo dëmtoi imazhin e Eglit?